debatet e para që mbase do kanalizojnë të ashtu quajtur grupet famshme që krijohen në shtëpi apo në një reality show të tillë. Por para se ne të fillojmë të mbrëmje, unë sigurisht që do doja një urim të fortë për dinin që gati të lindjen sot, edhe t'ja këndojmë këngën gjithë së bashku. Gati! Sumurime për ty, sumurime për ty, sumurime për dinin, sumurime për ty. Faleminderit dhe ju paça gjithmonë. Edhe një qind pavarësisht nga ka muruar në çdo medium të mundshëm për tani edhe privatisht. Edhe thash, lutem, mos ma bëj këtë, po, prapë bore, faleminderit e vlerësoj. Mirëmbrëma, Olta dhe mirëmbrëma Leonora, mirë se erdhët për të vënë për mrekulli. Faleminderit. Jeni koordinu? Kemi dilema, po miremi vesh të njerë, po kemi hallet tona. E muqja me pinkun është kombinim të zonë. Unë javës tjetër do vishe me pink nga i natë. Unë do vishe me të kuqe. Okej, presim të shohem. Ju thash që do t'jetë një prime shumë interesant sonte, dhe sa vjene bëhet më shumë ky Big Brother bëhet edhe më tërheqës, emocionues, argëtues, me ngjyra të bukura dhe kjo fal banorëve tanë të cilët dinë se si ta mbajnë shtëpinë aktive dhe të japin maksimumin e tyre. Pas një jave miqësie, të themi, dhe bashkëtese, shumë të qetë, mbrëmja e djeshme ka nisur të shfaq tensionet e para, duke na zbuluar nga pak preferencat aso jo për njëri tjetrin. Do të shohim dhe do t'i nxjerrim të gjitha pak nga pak. Pak nga pak. Një mbrëmje e zjarrt sonte, në të gjitha kuptimet e fjalës. Nga ato zjarret që edhe shuhen, po edhe që të vën flakën edhe të bëjnë shkrumbe hi. Big Brother VIP Kosova, mund ta ndiqni në 2 kanalet të dedikuara